Në një qytet të vogël, bus një rrugë të qetë, një burr i varfër ulej çdo mëngjes në të njëjtin vend, me një kapele të vjetër përpara, duke shpresuar që ndonjë kalimtar t'i jepte diçka për të mbijetuar. Një mëngjes, teksa po vendoste kapelen, burri re një monedhë në një gur pranë këmbëve të tij. Ai e mori, vështroi rreth e rrotull, por nuk pa njeri. Mendoi se ishte rastësi. Por të nesërmen, ndodhi e njëjta gjë. Një tjetër monedhë. E njëjta vendndodhje. E njëjta heshtje. Kështu ndodhi për ditë me radhë, për javë, për muaj. Monedha nën gur nuk mungonte kurrë. Ai e priste me padurim, si një shenjë shprese nga qielli. Asnjëherë nuk e pa dorën që e linte. Vitet kaluan. Jeta e tij filloi të ndryshonte. Gjeti një punë të thjeshtë, pastaj një vend ku të flinte, pastaj një jetë më të qëndrueshme. Nuk kishte më nevojë të lypte. Por zemra e tij nuk e harroi kurrë atë dorë të fshehtë, atë njeri që e ndihmoi pa kërkuar asgjë në këmbim. Një mëngjes, kur po kalonte aty pranë, ai u ndal dhe vuri një monedhë nën të njëjtin gur ku dikur i vijej atij. Dhe vazhdoi rrugën pa u kthyer. Që nga ajo ditë, çdo mëngjes, ai e linte monedhën për ditë tjetër që kishte nevojë. Mësimi. Mirësia që bëhet në fshehtësi nuk humbet. Ajo rritet, shëron dhe kthehet tek të tjerët, si një rreth që kurrë nuk thyet.